shoqëria po më pret, falë më në trapin tim, falë më në trapin tim, se trumbeta po thëret, se trumbeta po thëret, do të rojë Shqipëria, do të rojë Shqipëria, edhe emri më dhe, edhe emri më dhe. Nothing can go wrong when you're in love. I can't go wrong when you see. Po doja shumë të ishit të gjithë këtu dhe ta shikonit të det kaq të bukur me flamuj kombëtar dhe me flamujt e Europës. Po para se të them dy fjalë, dua një duartrokitje të zjarrt për këngët tona, për korçarët tanë që këndojnë kaq bukur për dashurinë. Dashurinë për vajzën, për gruan, për dashurinë për atë dheun. Këngët tona të bukura patriotike, këngët tona të bukura të dashurisë, këndohen në gjithë Shqipërinë, në gjitha trevat shqiptare, kudo ku ka shqiptar, në Kosovë, në Malnezi, në Maqedoninë e Veriut, gjithandej në diasporë. Le t'i përshëndesim të gjithë me këtë det flamësh kombëtar. Sot jemi në një ditë të bukur të Shqipërisë. Sot jemi vetëm pak ditë larg datës 11 maj, datës që do të fillojë një mandat fantastik për Shqipërinë, mandatin më të bukur dhe më të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, mandatin e Shqipërisë europiane. Jemi në një moment fatlum. Fati e Europës, yjet e Bashkimit Evropian janë vendosur në favorin e Shqipërisë sot. Dhe po presin, po naftojnë, duan më shumë se ne madje, që Shqipëria dhe rajoni ynë të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Por për të arritur deri këtu, nuk do të mjaftonte vetëm fati që e kemi sot. Do duhej dhe merita. Dhe merita e shqiptarëve ze fill shumë larg në histori. Dhe ky është bulevardi apo sheshi më kuptim plot ku mund ta gjesh historinë e Shqipërisë për ta treguar aq bukur
sa që çdo shqiptar ta kuptoj se ne e meritojmë të jemi në Europë, sepse ne jemi Europa. Para se ta meritonim të ishim europian, do duhet të ishim shtet, një komp. Dhe që të meritonim të ishim një komp, do duhet të forconim gjuhën tonë. Dhe kështu këtu në Korçë, vetëm 20 metra larg meje, u hap mësojnëtorja e parë shqipe, që i dha kombit një element shumë të rëndësishëm, gjuha e shkruar dhe e mësuar nga fëmijët. Dhe pastaj erdhën rilindasit tanë, ku ne korçarët, kolonjarët, pogradecarët, devollinjt, maliqarët, që janë korçarë gjithashtu, po dhe minoriteti i Pustecit që është këtu me ne, jam i sigurt. Ne në këto treva patëm një kontribut të rëndësishëm në rilindjen kombëtare, sepse shumë patriot, korçar, në kolonisë shqiptare të Bukureshtit, edhe mëtej, ndihmuan për formësimin e ides, pa të cilën nuk mund të krijojë shteti. Lindi shqiptarizma, pastaj lindi Shqipëria. Dhe ne kemi meritën tonë, bashkë me gjithë shqiptarët në gjithë Shqipërinë, në formësimin e shqiptarizmës. Dhe pastaj erdhi pavarësia. 6 korçar janë firmtar në pavarësinë e Shqipërisë, në deklaratën e pavarësisë. Këtu u qëndis flamuri parë kombëtar, u qëndis në Korçë. Dhe erdhi pavarësia e Shqipërisë, por me kohë të vështira. 2 luftra botërore pas pavarësisë së Shqipërisë. Këtu në Korçë, vetëm pak metra larg meje, është shtëpia e Themistokli Gërmënjit dhe pak më poshtë është shtëpia e Flamurit. Aty ku shpall krajina shqiptare autonome e Korçës për ta mbajtur këtë trevë autonome shqiptare, për ta mbajtur atë shqiptare me një protektor europian, siç ishte Franca në atë kohë. Dhe pastaj vjen lufta tjetër botërore. Në luftën e dytë botërore, në thellësinë e historisë, diku në një ishull në Italinë perëndimore, një grup të internuarish antifashist shkruan manifestin e parë për Europën e Bashkuar, që quhet Manifesti Ventotenes. Në atë grup të vogël njerëzish, me Altero Spinellin në krye, ka qenë dhe një korçar, i cili e ka patur shtëpinë pak metra në këtë bulevard gjithashtu, dhe quhet Lazar Fundo. Dhe unë dua ta falenderoj kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, nën kujdesin e të cilit do të përjetësohet busti Lazar Fundos, europianistit të parë, jo shqiptar, por europian. E kemi merituar Europën, ndonse më pas kemi ngatruar rrugën, por para se të ngatronim rrugën në një regjim të gabuar, një sistem të gabuar, ishte lufta çlirimtare. Dhe sot është 5 maj. Sot është 5 maj, është dita e dëshmorëve, e atyre që sakrifikuan, dhanë jetën dhe na dhanë edhe të drejtën për ta merituar të pasaport. Sepse kjo pasaport natyrisht ka fillin e vet edhe në luftën çlirimtare. Atje ku ne u rreshtuam në krahun e dur të historisë dhe i thamë Europës përsëri, ne jemi Europa. Humbëm gjysmë shekulli dhe në dhjetor të 90-s studentës shqiptar rikthyen, rilindën, ëndrën për Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe kjo historia jonë e 35 viteve pluralizëm, nëse duhet të thuhet shumë thjesht, mund të thuhet kështu: sa herë që socialistët kanë qeverisur, kanë ndërtuar, sa herë ata të tjerët kanë ardhur në pushtet, kanë shkatruar. Do duhet të vinte viti 2013, kur Edi Rama, vizionari i Shqipërisë moderne, filloi punën për ndërtimin e Shqipërisë kudo, në çdo rrugë, në çdo rrugicë, në çdo qytet, në çdo fshat, për ta merituar sot antarësimin në Bashkimin Evropian. 12 vite pune, sakrificash, reformash të guximshme. Reforma në arsim ka qenë një nga
reformat më të rëndësishme kur politika me vullnetin e vet hoqi duar nga arsimi. Dhe sa ironike është sot kur ata të tjerët na akuzojnë ne për ato që i kanë për vetë dhe na thonë flasim për shantazhet, mësuesve dhe tjera. Gjëra që nuk i besojnë as vetë. Ne jemi partia e parë dhe e vetme që kemi guxuar të instalojmë meritokracinë pa llogaritur sa fitojmë dhe sa humbasim elektoralisht. Kam qenë në tavolinë me kryeministrin e Shqipërisë kur një konsulent nga Harvardi pa shifrat tona dhe tha juve humbisni 150 milion euro vetëm nga humbjet e energjisë elektrike. Dhe kryeministri i tha si i bëhet? Gëshërët thaj. Dhe kështu filloi një reformë shumë e vështirë, patjetër, sepse duhet i kundërvyeshim një kulture që e kishte farktuar si informalitet, palishmëri, ajo partia tjetër. Dhe ja dolëm të marrim mirëkuptimin e shqiptarëve dhe t'i sjellim buxhetit shtetit 150 milion euro më shumë. Për të arritur të reforma në drejtësi, që ishte reforma e reformave dhe që nuk duat zgjate më tepër, po ju e dini se nuk është e lehtë dhe nuk ka qenë e lehtë. Sot jemi pak ditë larg firmës tuaj në faqen më të bukur të historisë, që është faqja europiane e Shqipërisë. Çdo vot në 11 maj është një vot për Shqipërinë europiane, ndaj është një vot që na bashkon, një vot që s'ka kuptim të jetë socialiste apo demokrate, por duhet jetë shqiptare. Ndaj duhet bashkohemi të gjithë. Socialist, demokrat, indiferent, pa parti, duhet të bashkohemi rreth numrit 5, rreth Edi Ramës, se nuk ka asnjë alternativë tjetër të mundshme që mund ta përmbyll me shpejtësinë që ditë e vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste këtë rrugëtim për të cilin kemi 3 vite kohë ta përmbyllim dhe pastaj të marrim pasaportën europiane që e meritojmë, sepse ne jemi Europa. Dua të ftoj ekipin ton përfaqësues të Partisë Socialiste, kandidatët për deputet, të cilët do thonë fjalën e tyre, një përshëndetje të shkurtër nga gjithë secili, dhe pastaj do të bëj një thirrje që është një koincidencë e bukur numrash, por le ta themi në fund para se të vijë fjalimi i shumëpritur nga ju. Ftoj me radhë Romina Kuko, Gentila Kollari, Bledi Çomo, Alfonso Oldashi, Vasil Steriovski, nga komuniteti Maqedonas, Gzim Gora, Eri Rustemi, Arjani Aullari, Ilirian Bëndavinji, Eni Zake, Vinjona Rota, Besa Spao, Romina, Genti dhe pastaj me radhë nga i fjalë të gjithë. Përshëndetje, Korça është gjithmonë e bukur, po sot është shumë e bukur me këtë shesh, me këta flamur, me këta njerëz. Ky është epilogu jo vetëm një fushate, por është epilogu i një thirrje zemre për Shqipërinë. Të dielën votohet jo vetëm për Partinë Socialiste, por të dielën vota e secilit është për Shqipërinë, për Shqipërinë europiane, për atë Shqipëri që kemi ndërtuar hap pas hapi, dhe votohet për të thënë jo përfundimisht prapambetjes dhe po rrugës europiane të Shqipërisë. Kështu që të gjithë të dielën numrin 5 Partinë Socialiste të Shqipërisë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Korça, Pogradeci, Maliqi, Devolli, Kolonja, Pusteci. Meqense tani mu dha fjala, do doja ta merja në Devoll fjalën, mu dha fjala këtu, me zemër plot mirënjohje dhe besim, sot dua të shpreh që dua të them dua të jem shëmbëtyra e një njeriu punëtor dhe një vlerësimi edhe një njeriu punëtor Devolli. Devolli është një krajinë me njerëz punëtor dhe me njerëz të vlerësuar, ku fjala është nder dhe puna është respekt. Devolli e meriton një vend në kuvend. E meriton një vend dhe kjo fal vendosmërisë të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, të deleguarit të qarkut Niko Peleshi, u bë mundësh Devolli të përfaqësohet me 2 kandidatura. Unë dhe Gzim Gora. Kjo është një vlerësim, është një mundësi, është dhe një përkraje, po themi, është dhe një akoma më shumë ritëm për të ne të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Bashkë me Edi Ramën, Partinë Socialiste, për Devollin, Korçën dhe gjithë Shqipërinë. Faleminderit të gjithëve.
Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Arjani Joupllari dhe vizioni im është dhe vizioni juaj. Unë jam këtu për të dëgjuar jo vetëm zërin tim, por zërin e të gjithë qytetarëve. Unë jam këtu për të përfaqësuar të gjithë qytetarët korçar. Jam këtu sepse besoj që Shqipëria bëhet përtej bindjeve, ideve, përtej të majtës e të djathës. Ne kemi 35 vite që duam e ndërojmë të shkojmë në Europë. Dhe kemi të drejtën për të shkuar aty. Është rruga me drejtë. Dhe kjo rrugë për në Europë do të arrihet vetëm nëpërmjet rrugës që ka shkruar Edi Rama për në Europë. Rrugës që Partia Socialiste do të arrijë Europën. Suksese fitore të gjithëve. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Në fakt janë momente që vijnë një herë në jetë, edhe unë dua të them dy fjalë zemre. E kam nisur rrugtimin tim në Partinë Socialiste në vitin 2005, plot 20 vite përpara, dhe kam qenë e ulur diku aty tek ju, ku jeni ju sot, dhe kam ndëruar që një ditë jem këtu në podium dhe të kërkoj vetbesimin tuaj. Të dashur socialiste, mi të dashur, faleminderit shumë për gjithë mbështetjen që më keni dhënë në këtë rrugtim që për mua ka qenë i vështirë, por dhe i bukur të njëjtën kohë. Faleminderit Zotit për gjithë forcën dhe durimin që më dha për të kaluar këtë rrugtim, dhe me mbështetjen tuaj dhe të Zotit, Partia Socialiste fitoren e saj e ka në duart tona. Fitore dhe shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jam Alfons Soldashi, jam 27 vjeç, jam këtu nga platforma Deputeti që duam dhe dua të ftoj të gjithë, sidomos të rinjt, që të angazhohen sa më shumë pranë Partisë Socialiste dhe në datën 11 maj të votojnë Partisë Socialiste, pasi është e vetë një parti që jep mundësinë të rinjve dhe është e vetë një parti që do të çojë Shqipërinë në Europë. Numri 5 në datën 11. Të dashur bashkëqytetarët e mi të Korçës, ju falenderoj nga zemra për mbështetjen që më keni dhënë këto ditë. E kam ndjerë këtë mbështetje dhe frymëzimin që kam marrë nga ju në çdo qytet të qarkut, në çdo fshat, në çdo lagje, kudo në çdo rrugicë ku kam ecur dhe kam ndjerë mbështetjen tuaj. Unë ju falenderoj nga zemra për këtë mbështetje të cilën e kam ndjerë dhe e ka pasur të nevojshme Partia Socialiste dhe Edi Ramën kryeministër. Kemi një muaj që ecim, takojmë njerëz, takojmë, flasim, shkëmbej mendime dhe kam parë në sytë tuaja, në duart tuaja dhe në çdo mendim që kemi shkëmbyer. Ne do ecim përpara. Ky 4 vjeçar do të jetë 4 vjeçari i futjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E kam thënë në çdo takim, përshkrimi i punës së qeverisë së këtij 4 vjeçari do të jetë futja e Evropës, futja e Shqipërisë në Evropë. Të dashur bashkëqytetarë, ju kërkoj mbështetjen tuaj në datën 11 të votojmë për Partinë Socialiste, për kryeministrin Edi Rama në datën numrin 5 Partia Socialiste. Faleminderit. Përshëndetje. Ju falenderoj për çdo dorë që na keni shtrirë për të na dhënë besim, fuqi. Sot ne themi, çfarë do bëjmë në datën 11 maj? Në datën 11 maj, këtij ekipi që është i gjithë fitues, do të shkojmë t'i falim besimin. Ju ftojmë në votime për të votuar numrin 5. Faleminderit gjithëve, faleminderit mbështetësit e Partisë Socialiste më të bukurit e qarkut Korç. Faleminderit ju, qytetarë të gjithë qarkut, të cilët ndërtoni politika, sepse politika nuk është arti i pushtetit, por është arti i shërbimit. Dhe një lider nuk zgjedh rrugën më të lehtë, por zgjedh rrugën më të drejtë për të bërë politika. Dhe ai është Edi Rama. Është Partia Socialiste, është Edi Rama i cili ka zgjedhur rrugën më të drejtë, që do të na jap atë pasaportën atje, që është pasaporta që do të na çojë ne në Bashkimin Evropian, që ne të gjithë të ndihemi të lirë qytetar, si të gjithë të tjerët që ndodhen në të gjithë vendet e Evropës. Shumë faleminderit për mbështetjen.
të votojmë Edi Raman, Partinë Socialiste, si të vetme forcë politike e cila sjell progres, sjell inspirim, sjell aspiratat që kemi kërkuar ne të gjithë si popull për 32 vjet, fitore për Partinë Socialiste, për Edi Raman, numrin 5 në 11 maj, në mënyrë që një herë mirë të ndahemi nga e keqja. Faleminderit dhe fitore. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje bashkëqytetarët e qarkut më të bukur të botës, përshëndetje devollinët e mi, faleminderit kryetarit Partisë Edi Rama dhe kryesisë Partisë që më dha mundësinë të jem përpara jush sot në kandidimin tim të parë për Partinë Socialiste. Faleminderit. Kemi qenë së bashku në këto javë fushate intensive, duke na pritur zemër hapur, për të na treguar shqetësimet tuaja dhe për t'ju treguar ne vizionin që Partia Socialiste dhe kryetari Edi Rama ka për Shqipërinë. Ne dim të jemi të arsyeshëm dhe të lëmë emocionet me janë kur është puna për të bërë një zgjedhje historike. Këto zgjedhje janë historike. Të jemi të arsyeshëm duke lënë emocionet më janë dhe të shkojmë me numrin 5 në zgjedhjet e 11 majit. Faleminderit gjithë dhe suksese, na shkoft mbar. Mirëmbrëma qytetarë të Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Bustecit. Mirëmbrëma bashkëqytetarët e mi të Maliqit dhe bashkëjetuesit e mi të Pojanit, Pirgut, Libonikut, Vreshtasit, Gorës dhe Moglicës. Jam sot këtu para jush shumë i emocionuar. Nuk kam parë ndonjëherë kaq shumë njerëz përballë. Që ande kam parë, po që përballë, jo, është një emocion i jashtëzakonshëm. Jam këtu t'ju ftoj të gjithëve të votojmë në numrin 5 Partinë Socialiste Edi Ramën, që t'ju bëjmë familjeve tona një dhuratë të jashtëzakonshme, t'ju bëjmë pasaportën europiane. Votoni numrin 5, votoni Edi Ramën, votoni Partinë Socialiste për Shqipërinë në Europë. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje nga Pogradeci, sa po mbyllëm një takim spektakolar atje, akoma më spektakolar është këtu në Korçë, na ngjall një emocion drejt një fitore të jashtëzakonshme. Treni europian është nisur. Europianët shqiptar kanë votuar të parët dhe ata mbështesin Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Ju ftoj të gjithëve në datën 11 maj t'i bashkohemi këtij treni, duke votuar numrin 5 Partinë Socialiste masivisht në Pogradec, në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë. Faleminderit dhe fitore. Të nderuar qytetarë, të dashur miq, me zemër plot mirënjohje, dua ta falenderoj kryeministrin Edi Rama dhe drejtuesin politik të Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, zotin Niko Peleshi, për besimin dhe mbështetjen që i ka dhënë përfaqësimit të komunitetit Maqedonës në listën fituese të Partisë Socialiste në këtë qark. Ndihem thellësisht i nderuar dhe i privilegjuar që jam pjesë e këtij ekipi vizionar që udhëhiqet nga një qeveri që e sheh të ardhmen në Bashkimin Evropian, në zhvillimin, në përfshirjen dhe në barazinë për të gjithë qytetarët pa dallim. Jam këtu për të përfaqësuar një komunitet me histori të pasur, me vlera të forta, me kontribut të çmuar në të gjithë fushët e jetës shqiptare. Komuniteti Maqedonës është komunitet paqëdashës, punëtor dhe krenar për identitetin e tij. Është komunitet që i ka dhënë emra të mëdhenj si shkrimtari Stereospase, një njeri që ndonse me kombësi maqedonse shkroi për zemrën dhe shpirtin e shqiptarëve dhe la gjurmë të pashlyeshme në letërsinë dhe kulturën e tonë të përbashkët. Sot më shumë se kur, Shqipëria ka nevojë për unitet dhe vizion. Antarësimi në Bashkimin Evropian është ëndra jone e përbashkët. Është garancia për një jetë më të mirë, për më shumë të drejta, për më shumë mundësi, jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për komunitetet, si ai Maqedonas, që ende përballet me sfida, me presione nga jashtë dhe me përpjekje për asimilim. Pasaporta evropiane e Shqipërisë do të jetë buroja jonë. Ajo do të jetë garancia që askush nuk do të mund të na mohojë gjuhën, identitetin dhe të drejtën për të qenë vetvetja. Ajo do të jetë fundi i çdo përpjekje për të na ndarë, për të na përçarë, për të na asimiluar. Më 11 maj, komuniteti i Maqedonës në Presp, në qarkun e Korçës dhe në gjithë Shqipërinë do të votojë për të ardhmen europiane.
do të votoj për zhvillim, për barazi dhe për respekt. Nga qeveria e re që do të drejtohet sërish nga kryeministri Edi Rama, presim më shumë investimet në zonat ku jeton komuniteti Maqedonës, në Presp dhe kudo tjetër, në arsim, infrastruktur, kultur dhe zhvillim rural. Të nderuar miq, së fundmi dua të uroj komuniteti Maqedonës për 5 maj, ditën e gjuhës maqedonse. Da go čuvame, neguvame i prenesuvame makedonskijot jazik so ljubov, gordost i dostoinstvo. Të ruajmë, ta kultivojmë dhe të transmetojmë gjuhën maqedonse me dashuri, krenari dhe dignitet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit gjithëve. Iliri filloi të thotë të ta futim Bashkimin Evropian në Shqipëri edhe pastaj rregulloi, por në fakt ajo ishte korrektja. Të shkojmë në Bashkimin Evropian do të thotë ta ndërtojmë Bashkimin Evropian këtu. Ndaj ky mandat që vjen është mandati i projekteve të jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe për Korçën, padyshim. Në shërbimet publike do të fillojmë të vinë ndërtimin e spitalit të ri, modern, rajonal të Korçës. Do të rikonstruktojmë spitalet lokale. Në shërbimet e tjera të furnizimit me ujë të pishëm, ne jemi model, Korça apo Gradeci prej shumë vitesh e kemi zgjidhur, por tani po e çojmë dhe po e përmbyllim edhe në fshatrat më të largët. Ne kemi sistemin më modern të kanalizimeve, kemi sistemin më modern të trajtimit të ujrave të përtorura, kemi sistemin më modern të përpunimit të mbetjeve dhe do të kemi sistemin e parë të gazifikimit të qytetit për të filluar nga Korça, për të vazhduar pastaj me Pogradecin, Devollin, Ersekën, patjetër Maliqin edhe pastaj në gjithë Shqipërinë. Projektet në infrastrukturë që kanë ndodhur deri tani janë padyshim transformuese, por do të kemi projekte fantastike me një shpejtësi më të madhe, edhe për shkak se do të jemi në Bashkimin Evropian dhe do të kemi 10 herë më shumë fonde për t'i bërë 10 herë më shpejt punët tona. Për pak javë hapet rruga Qukës-Qaploç, e cila zgjati jo për fajin ton. Ne do të jemi gjysmore më afër Tiranës dhe pastaj pas 2 vitesh do të jemi akoma më pranë kur të përfundoj korridori i 8. Do të fillojmë ndërtimin e një rruge që na lidh me jugun e Shqipërisë, me Bregdetin për gjysmon kohën. Do të fillojë shumë shpejt pra rruga e Vjosës, po për ne korçarët është rruga e daljes në detin e jugut në një kohë shumë të shpejtë. Kemi projekte të bukura kudo dhe nuk dua ta zgjat se morëm goxha kohë dhe e di që ju arsyeja kryesore pse jeni këtu nuk jam unë, nuk jemi ne, po është dikush tjetër që do të flas tani. Por dua të përmend edhe diçka tjetër, sepse na kthen në historinë tonë. Përmenda shërbimet, arsimi padyshim është shumë i rëndësishëm për ne. Kemi 2 projekte fantastike, meritën e të cilave dua ta dini të gjithë që e ka Edi Rama, sepse fal Edi Ramës, miqësisë së tij, marrëdhënies njerëzore me presidentin Macron, ne në vitin që vjen do të rihapim liceun francez të Korçës mbas 100 vjetësh. Po ndërtojmë një pol të dijes që do të jetë një pol fantastik teknologjik që i bashkëngjitet universitetit për ta bërë Universitetin Fanoli një universitet modern. Dhe po e mbyll këtu për të bërë një thirrje. Sot, në datën 5, të muajit të 5, të vitit 2025, të mbledhur në këtë shesh që në 5:55, ju ftoj të votojmë në 11 maj numrin 5, Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, sepse janë e vetmja shpresë, e vetmja mundësi që Shqipëria të bëjë realitet ëndrrën europiane. Votoni numri 5 dhe le ta presim me prohoritje gëzimi kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit edhe qa kemë.
përmbahet fare në qatë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe megjithse unë nuk jam si djali nga Maliqi që e kishte për herë të parë që shikonte përballë, por realisht tani e kuptoj se çfarë pati parasysh Nikua kur tha do doja të ishit gjithë këtu, sepse ne kemi bërë takime shumë të bukura në Korçë, po këtu është tamam si një zëmër e hapur. Dhe duket shumë fantastike pamja e këtij trupit madh njerëzor të bashkuar këtu në të shesh. Dhe Nikua foli për rrugën e gjatë të shpirtit evropian, shpjegoi dhe lidhjen e Korçës me atë shpirt, foli dhe për projektet. Qa më ngeli mua tani? Mua më ngeli të flas për diçka që nuk është aq e këndshme sa ato që zgjodhi Niko, por unë duhet të flas. Edhe duhet ta filloj me një ndjesë për të gjithë ju, për të gjithë qytetarët e Korçës që e përgëdhela Ilir Vrenozin në momentin e gabuar. Edhe u fry, edhe pastaj u bë protagonist i një shfaqjeje porno politike në Pallatin e Sportit, ku besoj unë, Këneta i dha të gjithë Korçës dhe të gjithë korçarëve në radhë parë të gjitha arsyet pse duhet tharë edhe nuk duhet votuar më kurrë nga Korça. Kurrë. Edhe për i të vërtetës, historia ishte shumë e thjeshtë. Se më tregoi Nikua një video të një deputeti këtu të Kënetës që ishte një gjë e pabesueshme. Në një kafe ishin vetëm burra, s'kishte asnjë grua. Dhe ky deputeti bënte edhe ata qoheshin bravo. Ky ata bravo. Edhe nuk e besoja dot që ky ishte deputet. Do me thënë, në 1923 Korça zgjodhi Fan Nolin. Në 2025 Këneta i thot Korçës zgjidh Fidelin. Edhe kur bënte i fryeshin mëngët. E pabesueshme dhe vjen keq se ka dhe emrin e një shokut tim. Skandal e tmerrshme. Dhe është e rëndësishme sepse shikoni çfarë kontrasti. Ju e patë si filloi ky takim këtu me gjitha ato mandolina e kitara, me gjitha ato sqime edhe respekt për veten, dhe e tërë Korça e pa që ndodhi në Pallatin e Sportit. Një shfaqje e lemerishme, e antikulturës, një shfaqje e lemerishme anti-europiane, një shfaqje e lemerishme anti-qytetare, një shfaqje e lemerishme anti-korçare. Dhe për këtë arsye, unë besoj se të gjithë ata cilët janë mërzitur me Nikon, janë të fare të paknaqur me mua, janë krejt të pa orientuar që të vinë drejt nesh, duhet të dëgjojnë disa fjalë nga unë sot.
Do t'i gjojnë disa fjalë nga unë sot, jo për t'u bërë me Nikon e me mua e me Partinë Socialiste, por për t'u arratisur nga ajo lemeri, nga ajo kënet, dhe për të menduar se çfarë është vota e 11 majit. Nuk është vot për shumicën aritmetike për të krijuar një qeveri të Partisë Socialiste. Shumicën aritmetike për të krijuar qeverinë e Partisë Socialiste nuk e them fare për mendjemadhësi, as e them për vetë siguri, as e them për ne, as nuk e diskutojmë fare. Fare. Ktu fjala është për të krijuar një shumicë shpirtërore shqiptare për Shqipërinë si Europën e Ballkanit dhe për shqiptarët si banorë të Europës Bashkuar. Ktu është fjala për ta parë se çfarë peshe dhe çfarë kuptimi ka vota e 11 majit. Nuk është një vot thjesht dhe vetëm se do shkojmë, do zgjedhim parlamentin e ri edhe do ndajmë kush është shumica, kush është pakica. Është një vot që ka brenda edhe një vendim historik. Ka brenda vendimin që shqiptarët së bashku do të marrin në një moment historik, sepse për herë të parë, qysh se ra muri i izolimit, Europa na ka hapur derën dhe ne jemi tek pragu gati për ta kapërcyer. Për herë të parë, ajo derë nuk ka qenë asnjëherë e hapur. Ajo shtëpi, Bashkimi Evropian, është një shtëpi të pasurish. Ajo nuk e mban derën hapur. Shtëpitë e pasurve nuk e mbajnë derën hapur gjithmonë. Shtëpitë e varfërve po. Janë gjithmonë me dyert hapura. Që ata të hapin derën, duhet që 27 antar brenda asaj shtëpie të bien në një mendje që dera të hapet. Dhe ti mund të trokasësh sa të duash. Dera nuk hapet nëse ata nuk kanë interesin e tyre të hapin. Dhe në gjithë të vite, ne na është dashur të bëjmë një përpjekje të jashtëzakonshme që në rreth parë të na shohin, të ngrenë syt, të na shohin, të na njohin. Të na njohin dhe të na kuptojnë dhe pastaj të na pranojnë si europian me identitetin ton europian. Të na pranojnë dhe pastaj mbasi të na pranojnë të na respektojnë. Dhe pasi na respektojnë, të na vlerësojnë. Dhe pasi të na vlerësojnë, na besojnë. Dhe ne kemi arritur këtë. Kemi punuar shumë për këtë. Kemi dashur ne të gjithë pa përjashtim, të majtet, djathtë, tëra partit, të shkojmë në Europë, po ti mund të duash, të shkosh sa të duash. Duhet të hapin derën. Shanset historike i kemi djegur në të shkuarën. Kemi djegur dhe një shans të madh në vitet 90, kur e kthye përmbys Shqipërinë dhe hodhëm në umnerën gjithë zjarret të piramidave. Dhe kur ne morëm detyrën, Shqipëria ishte në fund fare. Ndërkohë që sot Shqipëria është tek pragu, na kanë vënë përpara marrëveshjen e Krushqisë së Madhe, 250.000 kusur faqe për të negociuar, për të marrë vesh për të gjitha çështjet, nga ekonomia te drejtësia deri te mjedisi, te zogjt e te peshqit. Dhe gjëja më e jashtëzakonshme, më e paimagjinueshme deri disa vite përpara, na kanë dhënë 3 vjet. Nga vjet deri në 2027 për ta mbyllur marrëveshjen. Duhet ta kenë të gjithë parasysh, asnjë vend që ka qenë komunist dhe që ka dalë nga regjimi komunist, shumë prej cilëve janë sot në Bashkimin Evropian,
nuk ka marrë 3 vjetë, kanë marrë shumë më tepër se 3 vjetë. Duhet pasur parasysh që Mali i Zi i ka hapur negociatat përpara sa ne të vinim qeveri, në 2012. Nuk është akoma në Bashkimin Evropian. Ishte ku e ku përpara nesh. Sot ne jemi krah për krah me Malin e Zi tek pragu. Duhet pasur parasysh që Serbia në 2014 hapi negociatat, ne nuk ishim bërë akoma kandidat. Dhe mos harroni që Maqedonia ndroi dhe emrin, është bërë vendi i parë kandidat në 2005, akoma s'ka hap negociatat. Tani që të ndodhi kjo, duhet eksaktësisht që yjet e tyre dhe ylli i fatit tonë europian të rreshtohen në një vijë. Janë rreshtuar në një vijë. Por tani na takon ne. Është sfida jonë që t'i përmbushim të gjitha brenda 2027-s. Është jashtëzakonisht e vështirë. Por ne duhet bëjmë tonën dhe në asnjë mënyrë nuk duhet jetë për fajin ton që afati mos kapet. Dhe ku lidhet kjo me 11 maj? Lidhet pikërisht tek afati. Lidhet pikërisht tek nevoja që të gjitha ato për cilat ne merremi vesh atje në Bruksel, që janë rregulla që duhen vënë këtu, janë vendime që duhen marrë këtu, janë masa që duhen përcaktuar këtu, janë ligje që duhen aprovuar këtu, kur të vim këtu, duhet kemi fuqinë që t'i zbatojmë siç zotohemi atje dhe jo të mbetemi në dorë të Ilir Vrenosit, edhe të Kënetës, edhe të ati, si e ka, me ato do bëjmë ne negociatë dhe Bashkimin Evropian, edhe ata tjera t'idheshin përpjet si të gjindosur, mbledhur të tërë atje në një kuvli, nuk bëhet dot kjo punë, duhet të lëm pas të gjithë këta. Dhe për këta arsye na duhet një fuqi më e madhe vendimarrëse. Na duhet një fuqi që të mos detyrohemi të ulim kokën atje si të pafuqishëm për t'i qëndruar të gjitha angazhimeve që marrim në atë arenë. A e kuptoni çfarë transformimi kemi bërë Shqipërisë? Ky flamur që sot ne e tundim me shumë krenari të gjithë këtu dhe me drejt në këtë shesh, dhe që kemi tundur gjithmonë me krenari këtu brenda, ka qenë në gjysmë shtize jashtë kufive të Shqipërisë, sepse nuk e respektonte askush. Askush. Ne e morëm këtë flamur dhe e kemi ngjitur në të gjitha shkallët ku Shqipëria është thirrur dhe e kemi vendosur me dinjitet dhe e kemi kthyer në flamurin jo vetëm të identitetit tonë kombëtar, por të identitetit tonë europian. Tani është koha për ta marrë dhe për ta vendosur përfundimisht në oborrin e shtëpisë së Bashkët Evropiane. Dhe si mundet ne t'i shmangemi kësaj mundësie të jashtëzakonshme. Ne kur lexojmë historinë na duket sikur ata që kanë bërë historinë kanë qenë njerëz të rënë nga qielli, kanë qenë njerëz me formë fantasmagorike, kanë qenë njerëz që fluturonin në përre, jo, kanë qenë si ne, kanë qenë njerëz si ne. Dhe kanë bërë histori, e prandaj koha i ka lartësuar. Na është dhënë ne kjo mundësi tani që të bëjmë histori. Na ka rënë ne, si të qura shqiptarve në mars të 92-shit mundësia të shkojnë në takim me historinë dhe të vendosin çfarë do bënin. Do vazhdonin me të shkuarën, do linin një paqartësi midis shkuarës dhe të nesërmes, apo do ta ndanin përfundimisht ato që iku me Europën që po vinte. Dhe shqiptarët e bën masivisht dhe Partia Demokratike në atë kohë mori shumë më tepër vota se sa çfarë kishte mbështetës të Partisë Demokratike. Disa muaj më vonë mbeti prap në pakic. Ama në atë moment
shqiptarët nuk mund të votonin asgjë tjetër, ose në rastin më të keq duhet bënin atë që bëra unë, mos votonin fare. Unë nuk e votoja dot bufin, se ja kisha ndjerë erën që në minutën e parë që e pash. Por nuk mund të votoja as dikë tjetër. Dhe kush nuk shkon të votoj, pranon t'i hap rrugë opsionit më të fortë. Dhe unë atë bëra. Demokratët, nëse e kanë të pamundur të vinë të votojnë për Partinë Socialiste dhe të bashkohen me ne tek numri 5, nëse e kanë të pamundur se kanë sqim të madhe që pa e votuar 5-ën të shikojnë në të gjithë kolonën edhe të shikojnë gjithë ta kandidatë dhe ta gjejnë, e duan grua, e duan burrë, e duan vajzë, e duan djalë, e duan... Nëse nuk i bëjnë do të gjitha këto, të rinë në shtëpi, po jo të vishen, të lahen, të rruen e të kryen e pasaj të shkojnë të veshur si ndasën për të mbajtur radhë, që ta marrin votën e të hidhen bashkë me votën në kënet. Kjo është shpënduri. Ndërsa të tjerët duhet na bashkohen ne. Kjo është historia që na ka ardhur në dorë dhe është fati evropian që ne mund ta realizojmë dhe ta përmbushim me duart tona. Nuk duhet të kthehemi tek trajektoria që i bëri Niko shpirtit të Europës dhe lidhjes së tij me shqiptarët, por dua që t'ju them ta shohim më tutje projekcionin e këtij shpirtit të Europës dhe se si mund t'jemi nesër nëse bëjmë gjën e dur të dielën e ardhshme. Dhe këtu dua të përfitoj nga rasti sepse e di shumë mirë që ka plot Korçar, Pogradecar, Devollin, Kolojar, banor të Maliqit, si i thonë Maliqit, Maliqar, që në emigracion në Greqi janë regjistruar për të votuar në 11 maj. Ka pasur një problematik me shpërndarjen e zarfave në ditët e para nga DL-ja, tani zarfat janë shpërndar dhe unë duhet i bëj thirrje. Nuk mund dot ju shqiptarët e Greqisë të mungoni në këtë takim me historinë edhe për një arsye më shumë, sepse Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe ajo pasaport aty i jep fund një herë për gjithmonë të gjitha llojeve të sikleteve, të radhave, të pritjeve, të burokracive, leja e qëndrimit, leja e parkimit, leja e zhvillimit, e ku di unë se çfarë lejesh tjera, dhe mbi të gjitha i jep fund atij ankthi që ka filluar të shtrihet në zemrat e shumë prindërve, që kur ishin të rinj i morën fëmijët në krah, me rrobat e trupit kaluan malet, e lanë me lot dhe me djerës tokën e Greqisë për fëmijët e tyre dhe tani nuk din a do marrin dot një pension, a do ja u njohë dot shteti grek, dhe a do jetë dot në gjendje shteti ynë që ta bindi shteti grek që ata të marrin pension për gjitha ato kontribute që kanë në Greqisë. Pa shqiptarët e Greqisë, Greqia nuk do i mbijetonte dot krizave të veta. Dhe për ta zgjidhur këtë problem, ne duhet bëjmë marrëveshje me ta, me qeverinë greke. Ne kemi filluar të punojmë për marrëveshjen, po ajo mund të marrë vite të tëra. Sa vite na mori marrëveshja me Italinë? Fati e desh, më doli një motor mua në Rom, edhe bëm marrëveshje. Dhe prapë dhe mbasi ne bëm marrëveshje, u deshën 2 vjet pothuajse që të përmbyllej dhe nga janari shqiptarët e Italisë do fillojnë të marrin pensionin për të gjitha vitet e punës në Itali. Ndërsa me Greqinë, kjo mund të vazhdojë me vite. Sa vjet mund të vazhdojë, se kemi në dorë. Është shumë e vështirë edhe për qeverinë greke, sepse janë shumë njerëz dhe pushton. Ama fati evropian që na ka ardhur në dorë
Na ka dhënë një mundësi 3, ju ka dhënë atyre një mundësi 3. Në qoftë se ata dhe ne bashkë me ta marrim këtë pasaport, kjo pasaport nuk është një dokument tjetër udhëtimi për të lëvizur pa viza që shkruan si për Bashkimin Evropian, po kjo është pasaport qytetarie, statusi të barabartë. Dhe në momentin që ke atë pasaport, ti mund të rrish, të jetosh, të punosh, të pleqërosh në çdo pikë të Bashkimit Evropian, njësoj siç rri, jeton, punon, pleqëron në çdo pikë të Korçës dhe nuk të thot dot njeri as nga je, as ku po shkon, as kush të pret, sepse je qytetar i barabartë i Bashkimit Evropian, me të gjitha të drejtat. Dhe kjo pasaport ka brenda dhe njojën automatike të pensionit. Dhe kur marrim atë pasaport, ne të gjitha ata që jetojnë jashtë, nuk ka nevojë ta kenë më pasaportën e vendit që janë atje. Pasaporta kuqezi në Greqi do të jetë e barabartë me pasaportën bardhë dhe blu, njësoj. Me të vetmi ndryshim që me pasaportën kuqezi nuk bëhesh dot deputet dhe nuk bëhesh dot ministër në Greqi. Por tani emigrantët mund të bëhen deputet dhe mund të bëhen ministra në Shqipëri. E kemi zgjidhur edhe këtë punë. Por mund të bëhesh kryetar bashkie, kryetar komune, antar këshilli, mund të bëhesh europarlamentar me këtë në çdo vend të Evropës. Sepse është ajo që korrigjoi Nikua Ilirin. Iliri tha, ta fusim me Europën dhe kujtoi se bëri gabim. Në fakt, është eksakt kjo. Europa bëhet Shqipëri, Shqipëria bëhet Europë. Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja, BE-ja bëhet e vogël sa Shqipëria. Kjo është ajo që sjell 11 maj si një mundësi për të përmbushur një profecinë e Gjergj Kastriotit, dhe pastaj një amanet që na lanë shkruar rilindasit, dhe për rilindasit ju e keni shumë prej tyre, shpirtrat e cilëve janë vërdall këtu në qiellin e këtij qyteti, dhe ajo që ne të gjithë, cili do që ka të drejtë vote, ja ka bosh në radhë parë atyre fëmijëve që nuk votoi dot në 11 maj. Sepse më shumë se për të gjithë të tjerët, ajo pasaport është për ata fëmijë. Dhe prandaj I them prindërve demokrat, baballarëve demokrat, me ato çfarë uje. Ku do veni me ato? Ku do veni? Tamam, jo, unë se bëra ashtu. Po një hap larg ishte. Ku do veni me çfarë uje? Aq më tepër në Korçë. Korça është e serenatave. Këta duan ta bëjnë Ku ka pas ndonjëherë në Korçë? Ku ka pas? I vetmi vend ku dhe qend nuk lehin po këndojnë. Korça. Dhe ndoshta për këtë arsye kanë dalë ca që bëjnë Prindri demokrat duhet ta mendojnë të gjë. Kanë votën, kanë fëmijët. Ja ku ja. Ata fëmijë nesër do shkojnë në shkollë, do duan të shkojnë në shkollë në Europë. Do duan të shkojnë në universitet në Europë. Me atë pasaport I çojnë dhe nuk paguajnë 10 fishin, sepse fëmijët e tyre nuk janë më të huaj, as në Greqi, as në Itali, as në Franca, në Spanjë, po janë qytetarë barabartë të Europës. Janë europianë barabartë. Dhe sa vite, sa dekada do mbetemi ne popull I dorës dytë, popull I përshmuar, qytetarë të huaj. Një nga popujt më të vjetër, Zoti e ka vënë në mes të Europës, jemi akoma të huaj për Europën. Pse? Për cilën arsye? Ka shumë arsye në të shkuar. Sot nuk ka arsye nëse ne nuk duam të krijojmë arsye që janë të gjitha arsyet e mos arsyes. Për këtë, unë I bëj apel të gjithëve që të bashkohen. Dhe mbi të gjitha e përsëris prapë se nuk më dele keqja me ato edhe me atë kënetën porno politike atje, që
një minut më vlla, se edhe për Korçën një, për nderin e Korçës. Në atë pallat sporti është çnderuar Korça, po ju them. Korça është çnderuar në atë pallat sporti. Në atë pallat sporti janë çnderuar të gjithë ata që kanë kënduar serenata. Të gjithë ata që kanë dalë në për Korçë me frak edhe me ato kostumet e mrekullueshme që e bën Korçën kur të tjerët zdinin ku binte Europa, Korça quhej Paris i vogël. Qa duan të bëjnë këta mërë? Duan të kthejnë Korçën në epokën e gurit. Ju lutem, dhe në fund fare, duat të them dhe diçka, që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Për herë të parë në historinë tonë, ne kemi një moment kur shqiptarët po jetojnë një përpjekje të barazisë para ligjit. S'ka qenë kur barazia para ligjit një realitet për shqiptarët. Që kur shqiptarët bën shtetin, ligji ishte bashkë me Maliqin dhe Maliqi ishte i pari i qeverisë. Republik, mbretëri, diktaturë, tranzicion demokratike, ku di unë, të gjithë shpatën e ndëshkimit drejtësisë e mbanin të zyra, vendoste i pari i qeverisë. Ne jemi të parët në histori që dorëzuam shpatën dhe e lam të lirë drejtësinë, sepse pa një drejtësi që është e lirë, të godas, majtas dhe djathtas, dhe pa një forcë udhëheqëse që është e gatshme të marrë të gjitha kostot, sepse nuk jemi këtu për pushtetin sot, jemi këtu për shtetin europian të fëmijëve tanë nesër, nuk bëhesh kur idejnë për të hyrë të ajo shtëpia e madhe dhe e pasur atje. Dhe vinë këta, bashkë me ca të tjerë që shtrien çdo natë në për ato berberhanet e debateve politike, edhe bëjnë të habiturin, si mund të votohet Partia Socialiste, këta kanë gjysmën e qeverisë në Burg, këta kanë gjysmën tjetër në Hetime, këta e të zhytur këtu, janë të zhytur atu. E para punës një këta s'din aritmetik. Se ne kemi pasur 60 dhe kusur ministra, edhe nuk janë sa gishta dhe njërës dorë ata që kanë pas probleme me drejtësinë, po dhe sigur t'ishin gjysma. Kush e solli këtë realitet të ri? Sta më du mua, apo Noc Roku? E solli Partia Socialiste, e sollëm ne me vendosmërinë më të madhe. Dhe këta bëjnë interesantin, edhe thonë Edi Rama del në për Shqipëri, njerë Timoni, njerë Tepsia, njerë Kërneta, njerë Bufi, por sot unë ju them juve, ju kujtohet kur ju thosha në 2017-ën, ma jepni Timonin, mos më lini të tjerë në prerë, se ndryshe nuk e bëjmë do të drejtsin që godet majtas dhe djathtas, dhe që shef vetëm drejt. Juve më besuat, dhe ja ku është sot Shqipëria që po përpiqet bëj barazi para ligjit. Ta kujtojnë se do ulim kokën ne, se mes nesh dalin dhe drurë të shtrëmbër. Ta s'janë në vete. Ne jemi shumë krenar që ne e krijuam këtë realitet të ri, që ne e bëm realitet ndarjen e pushteteve dhe ne i dham sens shtetbërjes demokratike, ku qeveria ka punë e vetë, parlamenti ka të vetën dhe drejtësia ka të vetën. Tani, doni ju që kjo punë të vazhdoj, apo doni ju që të thetë mbrapsh? Doni ju që fëmijët tanë nesër të jetojnë në një vend ku nuk vjet më në diskutim kjo gjë? Atëherë kjo gjë nuk i duhet lënë asnjë udhëheqësi shqiptar këtu, kjo gjë realizohet dhe bëhet e pakthyeshme duke futur Shqipërinë në BE dhe duke e sjellë BE-n këtu. Vetëm atëherë nuk del dot asnjë karafil këtu.
as një buf kënete dhe as një shqitës qylymash që thot ta kthejmë në njerë nga para. Vetëm atëre kjo nuk ndodh. Dhe vetëm atëre të gjithë fëmijët e Shqipës do jenë të gjithë të barabartë dhe nuk do ketë më i kujtje sa para ke me kë ke lidhje, por do t'jetë thjesht ke të drejt apo s'ke të drejt. Kjo është Europa në Shqipëri dhe kjo është Shqipëria në Europë. Dhe për këtë duhet luftojmë gjithë bashku dhe zgjedhja është shumë e qartë. Për gjithë të shpresë madhe apo për një politikan të lasht, të dëshpëruar, të pa shpresë dhe tani edhe zyrtarisht të rrjedhur. Është zyrtarisht i rrjedhur. Nuk diskutohet. Është zyrtarisht i rrjedhur. Përse do shkojmë në 11 maj ne? Do shkojmë për Shqipërinë me bëhen në Europë, apo për kënetën dhe për të zgjidhur hallin e një individit vetëm që me demek do hiqte edhe non gratën, e hoqi gjë non gratën se ja kisha vënë unë me Sorosin. Edhe na solli një Latif nga Amerika edhe do utonte Shqipërinë. Latifi nga Amerika njësoj si ai Korçari që loste te General Gramafoni. Erdi vërdall dhe Latifi dhe iku dhe Latifi, po Latifi të paktën i zgjuar. I mori dhe nga $600 milion andej. E tani nga dolën këto $6 milion. Nga dolën këto $6 milion. Apo 77 tani bën 6 milion. Janë të gjitha arsyet e botës për të mos e dyshuar që nëse ke një vot për ta hedhur dhe nëse shkon ta hedhësh, do ta hedhësh vetëm te qepalla Bashkimi Evropian. Nëse ke një vot për ta hedhur dhe s'të vjen ta hedhësh ke qepalla Bashkimi Evropian, mos ik fare të votosh, rri në shtëpi dhe lëri tjerët vendosin për ty. Kaq e thjesht është kjo. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për durimin, për kulturën, dhe unë nuk jam korçar. Unë s'jam korçar. Unë kam shok në Korçë. Korçar s'jam. Nuk marr dot hak për ju. Por ju dhe të gjithë korçarët që e ndjejnë borxhin që i kanë Korçës së kulturës, Korçës së rilindasve, Korçës së mësojtores, Korçës së edukatës, Korçës së modës, Korçës së muzikës, teatrit, Korçës së mjekrës lartë. Të gjithë duhet marrin hak dhe duhet t'i japin asaj kënete të Pallatit Sportit atë natë mësimin më të hidhur që mos guxoj njeri më në Korçë të vi e të nxjerrë nga goja fjalë që fyen Korçën dhe që përshtyjnë në fytyrën e të gjithë atyre që i kanë dhënë Korçës bukuri dhe nder. Shumë faleminderit.